Sigurisht Kosova po ballafaqohet me rritje të inflacionit tash e 2 vite, ka një rritje që është e papërballueshme për çdo të Kosovës, duke marrë për bazë edhe faktin që pothuajse në 2 vitet e fundit kemi qenë gjithmonë në zgjedhje dhe institucionet e Republikës së Kosovës i kanë harruar qytetarët e tyre dhe qytetarët janë mit vetëm duke u ballafaquar me rritjen e inflacionit. Pavarësisht për shembull Kosova varet prej shumë prej zinxhirit të furnizimit, një krizë e vogël në një vend të Bashkimit Evropian afektohet në Republikën e Kosovës dhe kjo sigurisht që ka vështirësuar jetesën e qytetarëve. Institucionet e Republikës së Kosovës kryesisht po marrin me pasojat, jo me shkaqet që vijnë te inflacioni. Prandaj konsideroj që është shumë e rëndësishme që qeveria ardhshme fokus kryesor të ketë shkaqet që po ketë inflacionin në Republikën e Kosovës dhe shkaku kryesor që konsideroj është varja nga importi. Republika e Kosovës kryesisht pothuajse 80% të produkteve merr nga importi dhe zinxhiri i furnizimit ndikohet jashtëzakonisht në situata të ndryshme. Pastaj është çmimi i energjisë elektrike, gjithashtu edhe çmimi i derivateve, gjitha këto janë faktorë që ndikojnë në rritjen e kostos së jetesës në të qytetarët e Republikës së Kosovës dhe kjo po vështirëson edhe situatën aktuale që sidomos për kategoritë që janë me tarna të vogla, sepse kemi rritje të inflacionit, po kemi stagnim të rritjes së pagave, apo rritje të pagave në vlerë minimale në krahasim me inflacionin. Qeveria e Republikës së Kosovës, institucionet, mekanizmat që janë vendimarrës duhet me investu më shumë në sektorin e prodhimit, sepse Republika e Kosovës e cekëm më herët varet kryesisht prej produkte të cilat e importon. Një shtet që nuk ka prodhim të duhur është e pamundur që të ketë stabilitet ekonomik. Gjithashtu edhe politikat përçarëse mes partive politike në Kosovë kanë krijuar një situatë që askush nuk don me investu në një vend që është politikisht i paqartë apo që ketë akuza deri në tradhti kombëtare. Pra, institucionet, partitë politike, mekanizmat që merren me zhvillim ekonomik duhet me u ndalë një herë dhe me ndihmu bizneseve prodhuese në mënyrë që me ul të paktën importin dhe me pas prodhime vendore. Mendoj që ka një çështje jo të duhur për faktin që biznesi po ballafaqohet me shumë sfida. Muaj më parë kemi pas dalin në tregun e hapur që bizneset janë detyruar me pagu deri në 250% të energjisë elektrike, kostos prodhimit, që në Kosovë kryesisht kompanitë prodhuese përdorin energjinë elektrike. Pra, pastaj nuk ka politika zhvillimore, nuk mbështetet prodhimi. Kemi deklarata të kryeministrit të institucioneve që do të mbështesim prodhues deri në 1 miliard euro, por në fakt që ka një më shumë deklarata politike të fushatat zgjedhore se sa që mbështetet. Prandaj konsideroj që tashmë do duhet me ilan deklaratat politike, duhet me u kthy në mbështetjet e bizneseve, në mënyrë që të paktën me u ballafaqu me inflacionin, sepse inflacioni nuk largohet brenda natë. Inflacioni largohet me politika zhvillimore, me mbështetje ndaj bizneseve, me produktivitet të lartë, me rritje të pagave dhe kjo sigurisht e ul edhe normën e inflacionit. Në aspektin ekonomik, situata në Kosovë është vërtet mjaft shqetësuese nga fakti që është një agjendë politike e cila po ja nënshkalon zhvillimin ekonomik dhe proceset ekonomike. Në këtë drejtim nuk duhet të na habit fakti që distancë në globalizim nuk ka, ajo që duke ndodhur kudo në botë po reflektohet dhe po manifestohet ekonomikisht edhe në Kosovë, po e shihni që tani kemi një ngritje enorme të çmimit të naftës, jo vetëm fal luftës në Iran dhe në ngushticën e Hormuzit, po edhe fal dëmeve që po i bëhen ekonomisë ruse nga sulmet me dron nga Ukraina. Rusia ka qenë një shtet eksportues i naftës, tani varet nga importi, importon nga Bielorusia, nga Kina dhe nga India, ndërsa ato kanë nevojë për naftën e gjirit perzik. Sot në berzat ndërkombëtare një barel i naftës është afër $90 dhe ky duhet të jetë shqetësim më i madh për shumë ekonomi botërore, po edhe për Kosovën, sepse në mënyrë të drejtpërdrejtë do të ndikojë në rritjen e inflacionit. Është vërtet që në qershor kemi pas një ulje të inflacionit në Kosovë, sepse u arrit një stabilitet i çmimit të naftës, sot rritja e çmimit të naftës po ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe definitivisht inflacioni është në një shkallë afër 7%, 7.5% që në rrethanat sociale dhe ekonomike në Kosovë është një goditje për standardin e jetesë së qytetarëve dhe për rritjen e varfërisë ekstreme, e cila mund të jetë një bombë e kurdisur në aspektin social për Kosovën.
fuqia blerëse në Kosovë çdo ditë është definitivisht më e dobësuar, e them këtë bazuar në disa raporte të reja, ku kosovarët afër 20% të hyrave i shpenzojnë vetëm për bukë, jo për ushqim në aspektin general. Ngritja e çmimeve është duke devalvu fuqinë blerëse, atë çka e blen apo e ke blen në vitin e kaluar me 100 euro, sot nuk mund ta blesh me 150 euro, dhe tëra kjo po ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë, do thotë në uljen e standardit të jetesës, kur krisa i shtohet edhe fakti që kemi një çmim të energjisë të përballueshëm, qoftë për biznes, qoftë për familje, kur krisa i shtohet që Kosova është një shtet i mbarur nga importi. Në vitin 2025 kemi importuar 7 miliardë dhe 300 milion euro, kësaj duhet i shtohen edhe 2 miliardë inkasuara nga dogana, që janë më tepër se 9 miliardë euro. E tëra kjo dëshmon faktin që ne jemi duke importuar inflacion dhe vërtet sot çmimet e produkteve esenciale shumë më të shtrejta janë në Kosovë se sa kudo tjetër në rajon. Prandaj definitivisht është koha kur duhet të jetë ekonomia prioritet dhe jo vetëm politika të jetë dominante në aktualitetin kosovar. Është e vërtetë që qeveria nuk krijon inflacion, po qeveria duhet të gjejë mekanizma për ta ulur inflacionin. Në këtë drejtim duhet të mësohet apo të mbiren përvojat më të mira nga vendet e rajonit dhe më gjerë, ku do të thotë manevrohet qoftë me akcizë në produkte strategjike, qoftë me ulje të tatimit vlerën shtuar, ka metoda të ndryshme dhe paku të veçanta për produktet esenciale. Në veçanti kjo situatë është shqetësuese kur kemi inflacion, kemi rritje të çmimeve, po nuk kemi lëvizje të pagave, qoftë në sektorin privat, qoftë në administratë. Prandaj besoj që është koha kur qytetari duhet të ketë një ndihmë të madhe apo ta shijoj dorën e shtetit, siç e quan Kenzi, por e tëra kjo duhet të ndërtohet në një dialog të mirëfillt, jo vetëm me qytetar, po edhe me sektorin privat dhe me biznese. E vetmja do të thotë mundësi për të dalë nga situata është një gjithëpërfshirje e mendimeve dhe opinioneve dhe të dilet me një themi model i cili do të jetë real në parametrat ekonomik në Kosovë, por definitivisht situata është më alarmante se sa që mendohet dhe me siguri pasojat e këtij inflacioni dhe kësaj që neglizhence institucionale do të reflektohen edhe në të ardhmen.